Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot me një hadith se Allahu e pëlqen dhe mahnitet me atë të ri i cili i është larguar egoizmit, i është larguar nefsit dhe adhuron Allahun e madhreshëm. Neve na duhet një rini e tillë, e cila ka ambicie të larta, rini e cila është e dobishme në shoqëri, rini e cila e njeh Zotin e tij, rini e cila përkushtohet në studimet e tyre, të cilët i sjellin vlera vendit të tij, rini që vendi ka dobi prej punës së tyre. Për ta pasur një rini të shëndosh, një rini e cila e meriton që t'jetë prej grupeve të shpëtuara në ditën e gjykimit, fillimisht kërkohet që të kemi një familje të shëndosh, sepse rinia bazën e ka te familja. Nëse familja punon për fëmijët e tyre, për edukimin e tyre, padyshim se do të kemi një rini të fortë, një rini të shëndosh,